Të nderuar qytetarë, fillimisht ju falenderoj për mbështetjen. Siguria dhe stabiliteti i vendit, paqja dhe mirëqenia e popullit tonë, definitivisht duhet të jetë gjë e rëndësishme për gjithë ne. Kryetari Bilal Kasami dhe tjerët nuk ka nevojë të shqetësohen për mua. Jam në vend të sigurt, jam në anën e duhur, jam me shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e vendit, të cilët dëshirojnë paqë, liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare. Këtë po ju a them me ndërgjegje të plot, dhe sapo të kalojnë disa rreziqe nga kërcënimet e disa individëve, do të paraqitem para mediumeve, do të sqaroj të gjitha. Çdo herë do të angazhohem për lirinë e shprehjes, për qëndrimin e lirë në vendimarrje, që janë virtyte të shoqërive demokratike. Zoti i bekoft shqiptarët, maqedonët dhe të gjithë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju falenderit.